Në kohën e komunizmit njerëzit u futën në mosbesim edhe brenda familjes, vllau me vllau. Në kohën e demokracisë kaloi pak më e moderuar. Nuk ishte inati aq i madh, por u përlyen të gjithë që askush mos ketë më besim. Në grupin e njerëzve që rrin aty në protest, ka nga ata që kanë foto këtu e 10 vjet më para me njerëz PD-s, PS-s, LSI-s apo ku diun, llapa i sheja i qorri etj. Po ndoshta edhe arsyeja pse dalin aty është edhe ky mllëfi që kanë me këta sepse i kanë përdorur. Pra, unë edhe ditën e parë që kam dalë, kam denoncuar akshin, më kanë thënë është nga Tropoja, është i Berishës. Ndërkohë në Tropoj fiton PS-ja ka disa vite. Pra, kjo është përçarje, mendoj, edhe është dashakeqe nga një dorë e zezë që nuk do që këto gjëra apo kjo gjë që po ndodh 100 vjet në Shqipëri, që të dalësh protest edhe kundër pozitës dhe opozitës, si pjesë e një sistemi të mirë menaxhuar që na shkatroi gjithë këto vite, që t'japin mesazhe përçarëse që çdo njeri është i pabesueshëm. Duhet të ikim kësaj. Njeriu është i besueshëm dhe tregon historia. Po marr me gjithë modestin, me gjithë modestin, po marr veten time them, kam 5 vite që luftoj vetëm. Po t'isha unë person që doja pushtet, do kisha dalë ose zëvendësministër diku ose drejtor, më besoni.